punuzve të qumshtit, në përkraje të fermerëve tonë, antarësisë sonë, për punuzve, pikave grumbulluse të qumshtit, të gjithë akterëve, grupeve të interesit, sepse ne jemi prodhues këtij vendi dhe prodhojmë qumsht për këtë vend, për këtë popullat. Tash një vit trokasim në përdyrët e shtetit, duke njoftuar Ministritë Përkatëse lidhur me gjendjen e krijuar në këtë sektor dhe duke kërkuar të mirën masa që garantojnë investime dhe siguritë të produkteve tona, që të kemi konkurrencë të barabartë dhe jo importe me çmime të subvencionuara nga Serbia, Bosnia, Maqedonia, Veriut dhe i tërë regioni. Të gjithë ju jeni dëshmitar të këtyre produkteve dhe na akuzoni neve pse ato produkte shiten në raftet tona me çmime shumë të lira. Ne si qumshtorë më e madhe në Kosovë e grumbullojmë 50% qumshtit Kosovës. Të gjithë ta bujq e sjellin qumshtin të ne. Mbi 100 mililitra në ditë. Disa ushtarë të Facebookut që janë dalë të Facebook edhe po folin domethënë pe baltosin këtë fermer, këtë punëtor, edhe gjithë ata punëtor të cilët e prodhojnë qumshtin edhe e përpunojnë qumshtin, ju bëj thirrje sa më parë ministrit të bujqësisë, AU-vit, të dalin me rezultate ato të cilat i kanë gjetë për prezencën e qumshtit plun, që nuk ka qumsht plun, edhe këta e di që nuk ka qumsht plun, le të dalin me rezultat sa më parë, edhe për analizat e qumshtit vita, i duhet me javë analiza me da rezultati.